Përshëndetje, kjo është një video për javën e ardhshme ose deri në fund të muajit, maksimumi, se gjërat të shpejta se çfarë të ndodhi këto. Çfarë pritet që të vinë, çfarë pritet që të ndodhi këto kohë. Unë bëj gjithmonë 2 grupe, ju kam thënë edhe herë të tjera, i bëj 2 grupe sepse ne jemi, ose ju që na shihni jeni shumë të paktën qindra njerëz në të njëjtën kohë. Dhe jo të gjithë kemi të njëjtën situatë, nëse them gjithmonë ose kështu ose ashtu, është thjesht për të dhënë një ide se cila situatë mund t'ju përshtatet juve, cilë situatë mund t'jeni duke jetuar ju për momentin. Nëse nuk e gjeni veten tek asnjëri nga videot, mjafton ta fikni, mos ta shihni më, do të thotë që nuk është për ju. Shikoni në videon tjetër pastaj që do të ngarkoj më vonë. Grupi i parë dhe grupi i dytë. Çfarë vjen në 1 deri në 2 javët e ardhshme në vijim. Fillojmë me grupin e parë, unë i kam ndarë edhe të grupit të dytë disa letra tashme. Këto janë disa mesazhe, janë më shumë për të na dhënë një ide se në çfarë konteksti jemi momentalisht për ju që zgjodhët grupin e parë. Kemi paqe dhe harmoni, këtë letrën, që thotë në një moment pauze ose qetësie, jo pauze, dhe një qetësie të mendjes tuaj. Duke pritur për lajme, pako ose letër. Dhe dikush është ekstrem shumë fort, le ta themi, dhe nuk ka dëshirë që të ndryshojë. Okej. Këtu ndoshta kemi të bëjmë me një situatë që ju jeni momentalisht në një situatë pauze, me njëri tjetrin nuk flisni ose nuk ka asnjë gjë të re dhe ju jeni duke pritur që të vijë një lajm, një komunikim nga personi tjetër, po ky personi tjetër është shumë kokshkëm dhe nuk do të ndryshojë gjërat, ose jeni ju që nuk doni të ndryshoni gjërat, të shikoni nga një perspektivë tjetër. Ta shikojmë se konkretisht, që mos zgjatem kot me fjalë. Për ata që zgjodhen grupin e parë. Kemi kalorësin e bastonëve, mbretën e bastonave, 4 e kupave. Dhe të prerja, duken? Po, duken. Okej, e fillojmë me kalorësin e bastonave, që është një njeri shumë pasionant, një njeri kreativ që ka dëshirë për të bërë shumë gjëra njëkohësisht, ose le ta themi një njeri që nuk rrit dot në të njëjtin vend. Nëse bëhet fjalë për çështje dashurie, mund të jetë një person që e ka pak të vështirë të rri me të njëjtin person për një kohë të gjatë. Ky është një që i pëlqen të flirtojë, i pëlqejnë femrat, ose të duket si jetë pak ai tipi për cilin të flasin të gjithë, që ai çuni yll, le ta themi. Është pak një njeri që i pëlqen, le të themi që nuk i pëlqen rehatia, nuk i pëlqen që ti qëndroj gjërave kështu, dhe ndoshta kjo korespondon me këtë letrën që është kokfort dhe do që të rri gjëra. Ndoshta ky është një njeri i ri në moshë, do thotë që është akoma në atë fazën e eksperimentimit dhe ka dëshirë për gjëra të reja dhe nuk është akoma gati për një hap tjetër. Pastaj kemi mbretin e bastonave, do të thënë që është komplet tjetër, një njeri më i pjekur, një lider, ose është sigurisht një njeri sharmant, edhe ky një njeri që ka një tërheqje, se pasturat shkopinjt janë shenjat e zjarrit, janë njerëz që dinë të flirtojnë, janë njerëz që janë shumë të dhënë pas pamjes së jashtme, që të duken bukur pikë së pari nga jashtë, po ky është edhe një njeri që ka një farë pushteti, një fuqi në dorë. Këtu nëse bëhet fjalë, nëse ju që po më dëgjoni jeni femër, mund të jenë 2 persona të ndryshëm, njëri që është më i ri në moshë, që është më elokuent, më i lëvizshëm, dhe tjetri që është më i madh në moshë, që ka një farë pozicioni në jetë, një farë nuk di si ta them, në botën e tij e ka më të stabilizuar, le ta themi kështu, por që është edhe një njeri që i pëlqen të duket edhe tërheqës, ose që në sytë e juve, në sytë e këtij jeni
shumë tërheqëse nga jashtë, por ky ti duket edhe kështu, si ta them, dëshiron që ose bën gjëra që ti tërheqin vëmendjen në këtë kuptim. Unë mendoj që të dy këta janë të tërhequr fizikisht nga ju, nëse bëhet fjalë për një femër, nëse ju që po e shikoni, jeni ju që po e shikoni, jeni mashkull, atëherë ky djali këtu, ky mbreti i bastunave jeni ju. Dhe është një djalë tjetër që është më i ri në moshë, pastaj i cili ka lidhje me situatën tuaj aktuale, ose që është, si ta themi, konkurrencë në thonjza e asaj që ju do të doni. Tu kemi 4 e kupave. Kjo është një gjendje apatie, ose e kam thënë dhe herë të tjera, kjo është një letër që do të thotë, unë i kam të gjitha, po nuk kam asnjë gjë. Kjo ka një kuptim që ndoshta një surprizë e papritur, po që nuk të pëlqen ashtu sa duhet. Jo, ku është? Po ta shifni, ky fëmija i ka rësuar të gjitha gotat, po ndërkohë po i vjen një gotë tjetër akoma, ja, se ke edhe një që mund të jetë një surprizë e papritur. Po kjo është edhe një diçka e tipit që ti i ke të gjitha, por nuk të pëlqen ajo që ke dhe je duke kërkuar diçka tjetër. Ndoshta ju jeni në këtë pozicionin këtu, siç e thash, paqe dhe harmoni, që jeni qetësi. Ju doni po prisni një letër, një lëvizje, një diçka që të ndryshoj, por ky tipi ose ky personi nga i cili ju prisni që të ndryshoj gjërat, që të lëvizë ujërat, ky është një gjendje shumë qetësie që nuk i pëlqejnë ndryshimet, që është shumë rehat ashtu siç është. Do t'ju them pas pak diçka tjetër. Kjo është mbretëresha e shpatave, që së pari them që është një grua shumë elokuente, se shpatat janë shenjat e ajrit që din të flasin bukur, domethënë pikë së pari komunikimi është nishi i tyre. Por kjo është edhe një grua që suporton, që mbështet partnerin, që mbështet njerëzit që i do. Po ta shikoni edhe kjo duket nga figura sa e vritur është. Unë them që këta të dy, nëse këta janë një çift këtu, ky mbreti i bastunave që është një njeri shumë tërheqës, një njeri shumë merret me sporte fizike, një njeri shumë i qefit, ndërsa kjo mbretëresha e shpatave është një femër më e ftohtë, është një femër më e tërhequr në një mënyrë të tillë, është një grua që pret që ky të bëj diçka, por nuk duket sikur ky ka shumë ndërmend të ndryshoj diçka. Unë do të thoja që këta këtu janë një çift. Nëse jo një çift i martuar, janë një çift në të cilin jetojnë së bashku, kanë diçka së bashku, dhe këta të dy janë momentalisht në një gjendje apatie, ku dikush për ju po pret që diçka të ndryshoj, sepse mua nuk më kënaq më kjo situatë dhe dua një gjë që të më sjelli më tepër pasion, më tepër lëvizje, dhe ndoshta interesi ju edhe kjo është ajo që ju po prisni. Dhe interesi juaj është te ky personi i ri këtu. Ka jo ky personi i ri në lidhjen tuaj, i cili nuk po them që këtu ka diçka. Ndoshta nuk ka asnjë gjë, ndoshta është vetëm flirt, po është dikush i cili ka lëvizur gjërat në mënyrë të tillë që ju po e shikoni që në çiftin tuaj ka rënë një mungesë dëshire, një apati, dhe ju po kërkoni që okay, ndoshta do ndodh diçka e re, ndoshta ndryshon diçka mes çiftit ton, ose ndoshta ky person i ri do ndryshojë diçka dhe do sill diçka tjetër në jetën tuaj. Te prerja më ka dalë fanti i shpatave, që kjo letër realisht ka kuptimin e dikujt që spionon, le ta themi, ose njëri që i sheh gjërat fshehurazi. Ky është edhe një fëmijë kureshtar, domethënë një njeri më i vogël në moshë, le ta themi, një njeri më i vogël në moshë që është kureshtar, që do të provojë gjëra të reja. Kjo letra ka kuptimin edhe të spionimit, siç e thash, dikush që shikon, po ta shikoni pak sytë, si shikon ajo goca, në këtë dallohet. Është dikush që ju kontrollon
rrjetet sociale, fshihura zi foto çfarë postoni dhe pavarësisht se duket sikur është ftohtë apo unë nuk kam asnjë interes, nuk më intereson apo sikur s'po ndodh asgjë, në fakt ky personi është duke kontrolluar ose ndoshta jeni ju që thoni, "Oh, mua nuk më intereson ai fare, domethënë unë jam në rregull me çiftin tim." Gjithsesi ju kontrolloni, shikoni gjërat apo veprimtarinë e atij personi tjetër. Kjo letra ka kuptimin thashë theme ose si ta them, ose fjalë të thëna thjesht kështu, jo të spekuluara, jo të vërtetuara në këtë kuptim. Mund jetë diçka që është thënë thjesht pa ndonjë qëllim serioz edhe ju jeni duke menduar, duke peshuar. Okej, do shkoj edhe këto letrat e tjera. Për ata që zgjodhen grupin e parë. Melankolia. Këtu është një gjendje konfuzioni. Kjo letra ka kuptimin e po të shikoni janë tre djem të pirë që vërtallos në rrugëve. Kjo letra ka kuptimin e një gjendje konfuzioni që jeni në një rrugë që çfarë të bëj tani, si vazhdohet më tutje ose kish shumë dilema në kokë edhe nuk di kujt japësh përparësi. Edhe këtu kemi melankolinë. Nuk është se është një gjendje e keqe apo diçka të tmerrshme, po është një gjendje, domethënë që ju, siç ju thash përpara, që nuk ju kënaq më, një situatë ku nuk ju kënaq më dhe ju duhet të merrni një vendim që t'jap një mundësi këtij personit tjetër apo t'jap një mundësi këtij personit me të cilin tashmë jam, po ju duket se kjo është një gjendje ku nuk po ju çon gjë kundi. Kjo letra këtu para ka kuptimin, po në fakt ka kuptimin e të ecërit përpara, një përparësi ose çështje që do marrë një zhvillim tjetër, gjithë ky konfuzion, kjo melankoli që kjo situatë që në këtë moment është shumë e ngatëruar ose apatike që si çon asgjë kundi, duket sikur kjo do marrë përparësi, do marrë një drejtim tjetër, sepse këtu kemi rrotën e fatit, që është pak a shumë si rrota e fatit të tarot. Dhe kjo ka kuptimin e një ndryshimi të papritur, po që sjell diçka të mirë. Domethënë mund të jetë fat në lojë, por që unë nuk të këshilloj, mund të jetë edhe fat në diçka të vogël, një gjë e papritur, një fat ndryshimi i rrjedhës në punë ose ndryshimi nuk di, një gjendje aktuale, por që sigurisht do sjellë diçka për mirë. Tek prerja më ka dalë dhe ky zotëria i madh. Ky është një burr i madh në moshë, mund të jetë papai, bashorti, vëllai. Ky është pak a shumë ky mbreti këtu. Ky është ky mbreti këtu që ju thash. Dhe këta delirant, këta njerëzit që janë konfuz në atë që ju nuk dini vendim, çfarë vendimi të merrni, ka shumë mundësi të jetë ky personi këtu që është personi i tretë në lidhjen tuaj, ose ju jeni personi i tretë tek lidhja e dikujt tjetër. Unë do të thoya që gjërat mund të duken rëmuj për momentin ose të pakënaqur, të pakëndshme, si ta them, të pakëndshme, që nuk ju sjell asnjë entuziazëm për momentin, por duket sikur këtu ka një, për ju që zgjodhët grupin e parë, ka një ndryshim të gjërave në përmirësim të dëshirave tuaja, sepse ju ka dalë fati, që ka dalë këtu, ka dalë te këtu. Tani, si gjithmonë unë them ose. Për ata që po e shikojnë këtë lexim të letrave për çështje biznesi, pune, mund të bëhet fjalë për dikë të cilën nuk po e kënaq më, ky biznes ka të ardhura, ose kjo lidhje ka të ardhura, nuk është se është e shkatëruar, është thjesht diçka që juve nuk po ju përmbush më, biznes, puna. Dhe ndoshta ju mendoni që ky personi me të cilin jeni në bashkëpunim në punë nuk ju vlerëson ashtu siç duhet, dhe ju po mendoni që
të filloni diçka të re apo të ndërmerrni diçka të re dhe ky personi, ky gjëja e re, ju duket jo shumë, si ta them, jo shumë i pjekur, jo shumë i serioz. Dhe prandaj jeni duke pritur, por realisht dhe duke pritur dhe duke dyshuar dhe jeni konfuz në atë që duhet bëni, por realisht ky personin, qofse ju keni bërë një intervistë, qofse ju keni diskutuar për një ndryshim në punë, në biznes, në karrierë, ky personi është akoma del kjo letra e spionimit, ky personi është duke menduar ose duke, si ta themi, kontrolluar CV-n tuaj ose duke pyetur, interesuar për gjendjen tuaj, për ju që po e shikoni për punë. Për ju pastaj që ju thash, po e shikoni për dashuri, këtu me shumë mundësi bëhet fjalë për një lidhje të cilën ka filluar, ka diçka në mes, një flirt, apo njëri nga ju është ose figura mashkullore se ju është duke menduar për një person tjetër të ri, i cili duket që është si më i lëvizshëm, më fluent në lidhjen tuaj, i cili ju ka bërë pak mendime të paqarta. Megjithatë, këtë javë që vjen, po ju them këtë javë që vjen, në fakt i pyeta letrat, këtë javë që vjen maksimumi deri në fund tetorit, por realisht këtu më dolën të gjitha pastunat që janë letra shumë të shpejta, shkopinjt, që do të thotë deri në fund të kësaj jave ju e keni të qartësuar idetë se çfarë doni ose se çfarë do ndodhi vërtet, ose në çfarë drejtimi duhet të merrni. Të shikojmë në lidhje me dashurinë dy pyetje në lidhje me dashurinë, dy pyetje, dy mesazhe, zoti. Ok, më duhet 3. Thash 2, po do më duhet 3. Këtu kemi dashuri, tu ti e meriton dashurin, do me thënë në këtë gjendjen e apatisë ku je pa kënaqur, mendon që unë meritoj gjithashtu që ti je me dashuruar, ke tërheqjen që është ka ardhur koha që të shkëputeni nga bota. Këtu janë dy njerëz që largohen, ikin bashkë dhe largohen, po kjo letra ka dhe kuptimin shkëputje, tërheqje, të riqesh nga një lidhje që nuk të sjell më asnjë gjë, edhe të prerja, pastaj më ka dalë kjo që është dashuri e re, një person i ri që përfshihet në ndjenjat tuaja romantike. Këtu është një person i ri që ju ka përshtilluar pak ndjenjat, po dhe duket që jo vetëm ju, po edhe ky personi tjetër është i përfshirë, do me thënë, edhe ky është shumë i tërhequr. Të shikojmë shenjat që kanë lidhje me për ata që zgjodhen grupin e parë, shenjat zodiakale që janë të përfshira. Jupiter, Demi, Gaforia, Shigjetari, Ujori, Demi përsëri, edhe Luani. Edhe të prerja më ka dalë prap Gaforia. Demi, Gaforia konfirmohen pa diskutim që janë të përfshirë, po gjithashtu mund të jetë të përfshirë Luani, Shigjetari dhe Ujori. Gjithsesi, këto mund të jetë shenja e personit tjetër, shenja jo, po mund të jetë edhe ascendentja, kështu që këto janë gjëra që në qoftë se leximi ju është përshtatur, nuk ka rëndësi nëse nuk ju përshtatet shenja zodiakale. Kjo ishte për grupin e parë, për ata që zgjodhen grupin e parë. Të shikojmë për ata që zgjodhen grupin e dytë, po bëj një pauzë të shkurtër.